Kthese papritur për të ardhmen e Arjon Ibrahimović, sulmuesit shqiptar i cili është nën kontratë me Bayern Munich. Futbollisti 20 vjeçar që po monitorohet nga FSHF prej vitesh, duket se do të zgjasë qëndrimin e tij te kampionët bavarez dhe ka marrë garanci nga vet Vincent Kompany. Ibrahimović ishte dhënë huazim te Heidenheim në sezonin e fundit duke luajtur rregullisht me këtë klub dhe marrë vlerësime pozitive. Kjo ka shtyrë Bayernin që do rishikojë situatën e ansorit të sulmit dhe në vend që të vendosë për shikin e tij, do ta mbajë dhe do t'i ofrojë rinovimin. Mësohet se tani atij do t'i ofrohet rinovimi i kontratës deri në vitin 2028 me firmën që do të vijë në javën e ardhshme, pasi Vincent Kompany jeton në radhët e ekipit si një alternativë më shumë në repartin ofensiv, duke i garantuar më shumë minuta. Edhe pse Ibrahimović kishte marrë oferta nga Gjermania dhe klube të tjera europiane, ai ka pranuar propozimin e klubit dhe tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i firmës. Christian Aslani do të shitet në këtë mercato vere nga Interi. Menaxheri i njohur italian Federico Pastorello u shfaq dje në selinë e klubit pasi duhet të tërgojë oferta për Aslanin. Në Itali do të jetë vështirë që të kënaqen kërkesat financiare të Interit, ndaj dhe zhvillimet e reja mund të vinë nga jashtë vendit. Arabia Saudite është një destinacion i preferuar nga klubet për raste të tilla. Kujtojmë se në edicionin e kaluar Aslani u huazua fillimisht të Torino dhe më pas të Beşiktashi, pavarësisht se paraqitja me klubin turk u konsiderua pozitive. Beşiktashi nuk ishte i gatshëm të paguante 11 milionë euro për kartonin. Ylber Ramadani është vërtet një hap larg largimit nga Lecce. Sipas Sky Sport, mesfushori kombëtares shqiptare ka zgjedhur Çorum FK, një klub që luan në Superligën turke. Pas 3 vitesh në Itali, futbollisti kuqezi është për një aventurë të re. Largimi i Ramadanit me siguri do të rëndojë rënd mbi klubin e Salentos, i cili do të duhet të riplanifikojë tregun e transferimeve, duke marrë në konsiderat një përforcim në mesfush. Ramadani është integruar shumë mirë te Lecce dhe ka demonstruar vazhdimisht gatishmërinë e tij për të sakrifikuar veten për të ndihmuar ekipin. Megjithatë, lojtari ishte i jetur për një përvojë tjetër në një ligë tjetër, ndoshta edhe për një rol më udhëheqës. Në Serie A i luftoi për mbijetesën dhe shpresa është që në Turqi të arrijë më shumë. Presidenti i Trabzonsporit Ertugrul Dogan ka folur për të ardhmen e Ernest Muçit, duke lënë të kuptohet se mesfushori ofensiv shqiptar mbetet pjesë e planeve të klubit për sezonin e ri. Në një intervistë për mediat turke, kreu i klubit theksoi se Trabzonspori nuk ka ndërmend të shpërbëjë për famën e skuadrës pavarësisht interesimit që mund të ketë për disa futbollistë. Sipas tij, çdo vendim në mercato po merret në bashkëpunim me trajnerin, ndërsa objektivi i klubit mbetet ndërtimi një skuadre konkurruese për vendet e para. Duke u ndalur te Muçi, Dogan e cilësoi 24 vjeçarin si një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, duke nënvizuar kontributin e tij në rezultatet e skuadrës. Të gjitha vendimet po i marrim së bashku me trajnerin, nuk kemi në plan të shpërbëjmë për thamën e skuadrës. Muçi është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, ai na ka fituar shumë ndeshje, nuk kemi bërë asnjë plan për të larguar 3 apo 4 futbollistë. Mund të ketë 2 ndoshta 3 largime, por nuk duam të prishim grupin bazë. Ne jemi të detyruar të luftojmë për kreun e renditjes dhe objektivi ynë është të garojmë për titullin, deklaroi presidenti i Trabzonsporit. Deklarata e Doganit vjen në një periudhë kur emri i Muçit është përmendur në lidhje me interesimin e disa klubeve gjatë merkatos së verës, ku mes tyre lakohet edhe emri i Napolit. Megjithatë, qendrimi drejtuesi të klubit turk tregon se Trabzonspori nuk është i gatshëm të heqë dorë lehtësisht nga një prej lojtarëve që konsideron pjesë të projektit për sezonin e ardhshëm. Mbyllet zyrtarisht aventura El Said Hysait te Lazio. Më 30 qershor skadoi kontrata e mbrojtësit shqiptar i cili largohet nga klubi kryeqytetas pas 4 sezonesh dhe 131 paraqitjesh me fanellën bardhë-kaltër. Lazio vendosi të mos i ofrojë rinovimin 31 vjeçarit në kuadër të strategjisë së klubit për të rinovuar skuadrën dhe për të ulur ndjeshëm fondin e pagave. Së bashku me Hysain nga ekipi u larguan dhe Pedro dhe Toma Bazic, kontratat e të cilëve gjithashtu përfunduan më 30 qershor. Sipas mediave italiane, largimi i 3 futbollistëve i kursen Lazio së rreth 9 milionë euro bruto në sezon vetëm nga pagat. Klubi synon të vazhdojë të reduktojë kostot edhe përmes shitjeve të mundshme të Alessio Romagnolit, Ivan Provedel dhe Mario Hila, ndërsa fondet e kursyera pritet të investohen në afrimin e lojtarëve më të rinj, ndryshe nga Pedro i cili po shqyrton pensionimin ose një rikthim te Tenerife, dhe Bazic që ka arritur marrëveshje me Venecian, e ardhmja e Hysait mbetet ende pa qartë. Mbrojtësi shqiptar është tashmë lojtar i lirë dhe pret ofertën e duhur për të vazhduar karrierën.
Emri Hyrsajt vazhdon të lidhet me zhvillimet në merkaton italiane dhe për shkak të marrëdhënies së tij me Maurizio Sarrin, trajneri italian I cili pritet të marrë trajtimin e Atalantës po kërkon të ndërtojë skuadrën sipas filozofisë së tij dhe mediat italiane raportojnë se klubi bergamask po ndjek nga afër edhe mbrojtësin Mario Hila të Lazios, edhe pse deri tani nuk ka sinjale konkrete për një ribashkim me Hyrsajn, fakti që shqiptari është pa kontratë mban të hapur mundësinë e çdo destinacioni gjatë javëve të ardhshme dhe Atalanta është një nga opsionet për mbrojtësin shkodran. Pas një eksperiencë 4 vjeçare në kryeqytetin italian, Hyrsaj hap një kapitull të ri në karrierën e tij, ndërsa pritet të vendosë shpejti se ku do ta vazhdojë aventurën e radhës. Ditën në vijim pritet të ketë zhvillime teksa vetëm pak ditë më parë, për Panorama Sport Hyrsaj shprehi se do të shijojë pushime disa ditë dhe se do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me menaxherin, pasi pikërisht ai do të merret me merkaton për mbrojtësin e kombëtares. Rubin Kazan ka zhvilluar miqësoren përballë Orenburg, e vlefshme në kuadrin e miqësores Prag sezonit të ri, e përfunduar në shifrat 1-2 në favor të këtyre të fundit. Në këtë test, kalon gjurmën e tij edhe sulmuesi I kombëtares, Mirlind Daku, I cili e gjeti rrugën e rjetës në minutën e 24 të pjesës së parë, gjatë një aksioni të rrjedhshëm I shërbyer nga Shaban Haxhaj. Mirpo, skuadra amike e përmbysi rezultatin, fal golave të Bolotov dhe Golubin. Një nisje shumë e mirë për 28 vjeçarin, I cili në këtë sezon të ri do të bëjë çmos të fitojë edhe besimin e trajnerit Rolando Maran për ndeshjet e ardhshme të Shqipërisë në muajin shtator. AEK është shumë pranë arritjes së marrëveshjes për rinovimin e kontratës me mbrojtësin e majt Stavro Pilo. Sipas raportimeve të mediave greke, bisedimet mes klubit dhe futbollistit të kombëtares kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët për vazhdimin e bashkëpunimit. Mediat greke bëjnë të ditur se marrëveshja është në rrugën e duhur dhe se rinovimi pritet të formalizohet së shpejti. Kontrata e re e 24 vjeçarit pritet të jetë e vlefshme edhe për 4 vite të tjera, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që njoftimi zyrtar nga AEK të publikohet edhe para atij për rinovimin e sulmuesit Luka Jović. Rinovimi I Pilos konsiderohet pjesë e planit të klubit për të ruajtur bërthamën e skuadrës për sezonet e ardhshme, me drejtuesit që synojnë të sigurojnë vazhdimsinë e lojtarëve të rëndësishëm në organik. Vetëm pak javë më parë, Pilo u grumbullua për herë të parë te Shqipëria, duke u bërë pjesë e kuqezimeve, ku edhe arriti të debutonte në play-off kundër Polonisë, madje u bë protagonisti një rasti të artë që humbi.